Ai dukej thjesht një punonjës i zakonshëm, derisa u provokua publikisht të fluturonte një helikopter për argëtim. Me një gjest të qetë, ai e pranon sfidën dhe I habi të gjithë me një performancë të përsosur. Ajo që zbulon më pas e kthen talljen në heshtje dhe nxjerr në dritë sekrete për të cilat askush s'ishte gati. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, që është diçka shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Vapa e Marsit në Tiranë dukej edhe më e fortë në katin e 23 të ndërtesës korporative të Berisha Partnerët, një nga konsulencat më të mëdha të biznesit në vend. Dritarët pasqyrë reflektonin lëvizjen frenetike të bulevardit Dëshmorët e Kombit, ndërsa brenda, në një sallë mbledhjesh me pamje panoramike, po zhvilloi një tjetër takim I nivelit të lartë të kompanisë. Ardian Gashi rregulloi diskretisht uniformën blu të errët të mirëmbajtjes dhe shtyu karrocën me vegla përgjatë korridorit të lyer me dyll. Në moshën 52 vjeçare, flokët e tij të thinjur binin në kontrast me qëndrimin e tij të fortë, të dikujt që mbante mbi supe dekada përvoje. Askush aty nuk e dinte se ai burr I thjesht, me duar të kallojzuara dhe buzëqeshje të butë, ruante sekrete që mund të trondisnin të gjithë strukturën e asaj kulle prej xhami dhe çeliku. Kishin kaluar 6 muaj që kur Ardiani kishte filluar të punonte në mirëmbajtje. 6 muaj duke vëzhguar, duke dëgjuar, duke mësuar për realitetin që fshihej pas shifrave mbretëlënëse që arrinin në tryezën e tij si aksioner mazhoritar. Sepse Ardian Gashi nuk ishte thjesht një punonjës mirëmbajtjeje. Ai ishte themeluesi dhe pronari I Berisha Partnerët, kompania që e kishte krijuar nga e para, 25 vjet më parë, në një zyrë të vogël në qendër të Tiranës. Por ky ishte një sekret që vetëm ai e dinte. Atë mëngjes të enjte, Ardianin e thirrën për të rregulluar kondicionerin e sallës kryesore të mbledhjeve. Valbona Berisha, drejtoresha tregtare e kompanisë, po drejtonte një prezantim për drejtuesit kryesor. Në moshën 38 vjeçare, Valbona njihej për ftohtësinë e saj llogaritëse dhe për rezultatet mbretëlënëse që arrinte 3 mujor pas 3 mujori. E holl, gjithmonë e veshur në mënyrë të patëmet me kostume firmato, ajo kishte një vështrim të mprehtë që dukej se priste çdo që guxonte të vinte në dyshim vendimet e saj. Ndërsa Ardiani punonte në heshtje në një cep të sallës duke kërkuar defektin në sistemin e ftojes, nuk mund të mos dëgjonte bisedën që zhvillohej rreth tryezës së lustruar prej druri are. Valbona fliste për shifrat e 3 mujorit të fundit duke gestikuluar me saktësi ushtarake ndërsa tregonte grafikët e projektuara në mur. Zotërin, arritëm të tejkalojmë objektivin ton të rritjes me 18%, njoftoi ajo, me një buzëqeshje që nuk I arrinte syt. Sektori ynë I shitjeve korporative theu të gjitha rekordet historike të kompanisë. Robert Deda, drejtori financiar, një burr tullac me syze të arta, duartrokiti diskretisht. Urime, Valbona. Si gjithmonë, rezultate të jashtëzakonshme. Faleminderit, Robert. Por do të doja të theksoja se këto shifra u bën të mundura vetëm sepse ekipi ynë e kupton se këtu nuk ka vend për mediokritet, vazhdoi Valbona. Zëri I saj mbarte një ton që I bëri të pranishmit të lëviznin të parehatshëm në karriget e tyre prej lëkure. Ardiani shtrëngoi një vid më fort se sa duhej. Muajt e fundit, ai kishte dëshmuar nga afër atë që Valbona e quante të mos pranosh mediokritetin. Kishte parë Anne O'Malley, një analiste të re, të qante në tualet pasi ishte poshtëruar publikisht sepse kishte vënë në dyshim një strategji. Kishte ngushëlluar Mark Doden, një koordinator shitjesh që kishte zhvilluar sindromën e panikut pas muajsh presioni abuziv. Kishte marrë pjesë në mbledhje ku punonjësit trajtoheshin si numra, pa asnjë konsiderat për personin pas kartës së identitetit. Duke folur për mediokritetin, tha Valbona, zëri I saj mori një ton më të lartë, duket se ekipi ynë I mirëmbajtjes po has vështirësi për të rregulluar një kondicioner të thjeshtë. Ardiani ndjeu të gjithë sytë e sallës të ktheheshin nga ai. Mori frym thellë dhe vazhdoi punën e tij, duke u shtirur se nuk e kishte dëgjuar komentin. Por Valbona nuk ishte e gatshme ta linte me kaq. Hej, ti, tha ajo, duke përplasur duart si të thërriste një qen. Edhe sa kohë do të duhet? Kjo mbledhje është e rëndësishme dhe nuk mund të humbasim kohë me paftësi. Ardiani u ngrit ngadalë duke fshirë duart në leckën që mbante në xhep. Vështrimi I tij takoi atë të Valbonës me një qetësi që e hutoi për një çast. Kërkoi ndjes për vonesën, doktoresh. Problemi është më kompleks se sa dukej fillimisht.
Më duen edhe disa minuta, u përgjigj ai, zëri I tij I qetë binte në kontrast me tensionin që po fillonte të pushtonte ambientin. Valbona lëshoi një të qeshur të thatë. Më kompleks? Është një kondicioner, jo një reaktor bërthamor. Ajo shikoi rreth tryezës, duke kërkuar bashkëfaqësi në të qeshurat e drejtuesve të pranishëm. Zotërinj, shikoni. Edhe për të rregulluar një makinë të thjeshtë na duhet një specialist nga NASA. Disa të qeshura të sikletshme u dëgjuan nëpër sallë. Ardiani ndjeu poshtërimin familjar që e kishte dëshmuar kaq herë të tjera muajt e fundit, por tani I drejtuar atij. Kastriot Meta, drejtori I burimeve njerëzore, lëvizi I parehatshëm në karrigen e tij, por nuk tha asgjë. Fiona Leka, menaxherja e marketingut, uli kokën duke shmangur konfrontimin. E dini çfarë, vazhdoi Valbona, duke u ngritur nga karrigia dhe duke ecur drejt Ardianit, meqense se duket se keni kaq shumë njohuri teknike, ç'thoni të na tregoni aftësitë tuaja në diçka vërtet sfiduese? Ardiani mbeti I palvizur, sytë e tij të ngulitur tek ajo. Si kështu, doktoresh? Kompania jon ka një helikopter ekzekutiv në heliportin e ndërtesës. Një Bell 407, modeli I fundit, I pajisur me teknologjinë më moderne të navigimit, tha Valbona, zëri I saj fitoi një ton teatral. Nëse arrin ta pilotosh, të provosh se ke ndonjë kompetencë për te I shtrëngimit të vitave, unë martohem me ty që sot. Heshtja që pasoi ishte aq e dendur sa dukej se mund të pritej me thikë. Drejtuesit rreth tryezës shkëmbyen vështrime, pa ditur nëse duhej të qeshnin apo të ndieshin në siklet. Robert Deda u kollit nervozisht. Fiona Leka hapi sytë e mëdhenj. Ardiani e vëzhgoi Valbonën për disa sekonda të gjata. Ajo ishte qartësisht e argëtuar me provokimin e saj, duke pritur që ai të tërhiqej, të belbëzonte një justifikim ose thjesht të dilte nga salla I poshtëruar. Ishte pikërisht lloji I sjelljes që ai e kishte dëshmuar dhjetëra herë muajt e fundit, përdorimi I pushtetit për të zvogëluar, për të poshtëruar, për të shndërruar qenjet njerëzore në objekte argëtimi. Po nëse nuk ja dal, pyeti Ardiani, zëri I tij mbante të njëjtin ton të qetë. Valbona buzëqeshi si një grabitqar që sapo kishte zënë prenë e tij në kurth. Ah, sa mirë që pyete. Nëse dështon, jep dorëheqjen menjëherë para të gjithëve ne. Dhe duhet të paguash edhe një gjob prej 50.000 lekësh për humbjen e kohës së kompanisë. Propozimi ishte absurd, mizor, krejtësisht I pabarabartë. Ardiani mund të shite parehatin që rritej në fytyrat rreth tryezës. Kastriot Meta më në fund foli. Valbona, kjo është pak e egzageruar, nuk mendon? Burri thjesht po bën punën e tij. Kastriot e ndërpreu ajo me një vështrim të akullt, që kur je shqetësuar ti për punonjësit e mirëmbajtjes? Mendoja se funksioni yt ishte të kujdeseshe për burimet njerëzore që vërtet kanë rëndësi për kompaninë. Kastrioti u tërhoq, duke gëlltitur fjalët që do të donte ti kishte thënë. Ardiani e vëzhgoi skenën me një përzierje trishtimi dhe vendosmërie. Aty ishte prova e gjallë se si kultura e kompanisë ishte korruptuar. Frika dominonte edhe ata që duhej të mbronin punonjësit. Pranoj sfidën, tha Ardiani, zëri I tij preu heshtjen si një te. Të gjithë në sallë e shikuan sikur ai të kishte njoftuar se do të fluturonte në hënë. Valbona puliti syt disa herë, qartësisht duke mos e pritur këtë përgjigje. Ti. E pranon, belbëzoi ajo për herë të parë që kur Ardiani e njihte. Po. Pranoj të pilotoj helikopterin. Dhe pranoj të gjitha kushtet që zonja juaj vendosi, u përgjigj ai, duke futur veglat e tij në karrocë me lëvizje të sakta dhe të qeta. Valbona shpejt e rifitoi qetësinë, por Ardiani mundi të dallonte një shkëndij pasigurie në sytë e saj. Perfekt. Atëherë le të shkojmë në heliport menjëherë. Dua që të gjithë ta shohin këtë. Brenda pak minutash, lajmi u përhap në përkatet e kompanisë si zjarri në kashë të thatë. Asistent, analist, koordinator, menaxher, të gjithë lanë tryezat e tyre dhe u drejtuan nga dritaret që shinin nga heliporti. Disa punonjës më të guximshëm u ngjitën në tarrac për të parë nga afër atë që premtonte të ishte një spektakël I paprecedent. Ardiani ecte përgjatë korridorit drejt ashensorit që të çonte në heliport, I ndjekur nga Valbona dhe drejtuesit. Mund të ndjente vështrimet kurioze dhe të shqetësuara të punonjësve. Shumë prej tyre e njihnin nga muajt e bashkëjetesës, burri I sjellshëm I mirëmbajtjes që gjithmonë kishte një fjalë të mirë, që dëgjonte problemet e tyre pa gjykuar, që I trajtonte të gjithë me respekt të barabartë, pavarësisht nga pozicioni që mbanin.
Zoti Ardian, përshpëriti Marina Gjoni, një praktikante e re që ishte pranë ashensorit, jeni i sigurt për këtë? Zonja Valbona nuk ka zakon të falë ata që e sfidojnë. Ardiani i buzëqeshi vajzës, sytë e tij transmetonin një qetësi që e befasoi atë. Mos u shqetëso, Marina. Ndonjëherë, njerëzve duhet t'u kujtohet se të gjithë meritojnë respekt. Kur dyert e ashensorit u mbyllën, Valbona nuk mundi të përmbante një koment helmues. Shpresojmë që ti keni lënë në rregull çështjet tuaja personale. Sepse pas këtij mëngjesi do të jeni i papunë dhe me borxhe. Ardiani nuk u përgjigj. Vetëm vëzhgoi numrat në ekranin e ashensorit që ngjiteshin: 20, 21, 22, 23, 24, 25. Me çdo kat, ai afrohej momentit që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e të gjithë atyre njerëzve, përfshirë edhe të tij. Jo si Ardie Nagashi, punonjësi i mirëmbajtjes, por si Ardie Nagashi, njeriu që e kishte themeluar atë kompani me ëndrrën për të krijuar një mjedis ku dinjiteti dhe respekti do të ishin shtyllat e çdo suksesi. Dyert u hapën me një zhurmë të lehtë elektronike, duke zbuluar heliportin të larë nga drita e diellit të Marsit. Helikopteri Bell 407 priste në qendër të platformës, sipërfaqet e tij metalike shkëlqenin si një xhevahir i çmuar. Brenda pak qastesh, 10 punonjës u mblodhen rreth zonës së sigurisë, me celular në duar, përshpërima nervoze që jehonin në ajër. Ardiani mori frymë thellë. Momenti i së vërtetës kishte ardhur. Heliporti i ndërtesës Berisha Partnerët nuk kishte marrë kurrë kaq shumë vëmendje sa atë mëngjes marsi. Punonjës nga të gjitha sektorët ishin grumbulluar në zonat e lejuara, disa ende të pabesueshëm për atë që ishin gati të dëshmonin. Zhurma e bisedave nervoze përzihej me zhurmën e trafikut 25 kate më poshtë, duke krijuar një simfoni urbane pritjeje dhe tensioni. Ardiani ecte drejt Bell 407 me hapa të sigurt dhe të matur. Sytë e tij përshkuan avionin me familjaritetin e dikujt që njitet çdo vit, çdo sistem, çdo detaj teknik të asaj makine. Në fund të fundit, kishte qenë ai vetë që kishte autorizuar blerjen e helikopterit 3 vjet më parë, kur biznesi i kompanisë filloi të zgjerohej në rajone të tjera të vendit. Valbona Berisha e ndiqte Ardianin disa metra prapa, fytyra e saj shfaqte një përzierje argëtimi dhe irritimi. Ajo nuk priste që një punonjës i thjesht mirëmbajtjeje të kishte guximin të pranonte sfidën e saj, dhe tani e shihte veten të detyruar të çonte përpara një situatë që e kishte krijuar vetëm për të poshtëruar dikë që e konsideronte inferior. Para se të bësh veten qesharak para të gjithëve, tha Valbona, duke arritur Ardianin pranë avionit, ke ende kohë të heqësh dorë. Mund të jem bujare dhe ta harroj këtë episod, për sa kohë që ti pranon publikisht se veprove në mënyrë të papërshtatshme. Ardiani ndaloi dhe u kthye për ta parë. Rreth tyre, 10 punonjës vëzhgonin skenën në heshtje respektuese, si spektator të një drame që ishte gati të shpalosej para syve të tyre. Ai mund të shihte në fytyrat familjare shqetësimin e sinqertë. Marina Gjoni, praktikantja e re, kafshonte buzën nervozisht. Kastriot Meta, drejtori i burimeve njerëzore, dukej se donte të ndërhynte, por mbeti i paralizuar nga frika e tij institucionale. Doktoresh Valbona, u përgjigj Ardiani, zëri i tij i qetë jehoi nëpër platformë, ju bëtë një propozim dhe unë e pranova. Nuk kam zakon ta kthej fjalën time. Fjalën tënde, lëshoi ajo një të qeshur të thatë. Ti je një punonjës mirëmbajtjeje. Çfarë vlere mund të ketë fjala e dikujt që e kalon ditën duke rregulluar rubineta dhe kondicioner? Heshtja që pasoi ishte shqetësuese. Ardiani ndjeu dhimbjen e atyre fjalëve jo për veten e tij, por për të gjithë punonjësit që në 6 muajt e fundit i kishte parë të trajtoheshin në të njëjtën mënyrë. Njerëz punëtor, të përkushtuar, me familje për të mbajtur dhe ëndra për të realizuar, të reduktuar në objekte të disponueshme sa herë që dikush me më shumë pushtet ndjente nevojën për të fryrë egon e vet, fjala e çdo njeriu ka vlerë, doktoresh. Pavarësisht nga uniforma që vesh apo pozicioni që mban, tha Ardiani, duke filluar të rrotullohej rreth helikopterit për të kontrolluar sistemet e jashtme. Robert Dejda, drejtori financiar, ju afrua Valbonës dhe i përshpëriti diçka në vesh. Ajo tundi kokën me padurim dhe ngriti tonin e zërit. Shumë mirë, me qenë se këmbëngull të turpërohesh, le të vendosim rregullat qartë. Ti duhet të ndezësh helikopterin, ta ngresh nga toka, të bësh një xhiro rreth ndërtesës dhe të ulesh përsëri këtu. Nëse ja del, përveç martesës simbolike që premtova, do të marrësh edhe një bonus prej 5 milion lekësh.
Një murmurim habie përshkoi turmën. 5 milion lek ishte një shumë e konsiderueshme, gati 3 herë paga vjetore e një punonjësi mirëmbajtjeje. Valbona e kishte rritur në mënyrë drastike Bastin, ndoshta duke u përpjekur ta bënte edhe më dramatike rënien që priste të dëshmonte. Po nëse nuk ja dal, pyeti Ardiani, megjithse e dinte tashmë përgjigjen. Pushimi menjëhershëm nga puna, gjob prej 50.000 lekësh dhe nuk do të punosh më kur në asnjë kompani të grupit ton, u përgjigj ajo, duke kryqëzuar krahët me kënaqësi. Përveç kësaj, do të duhet të kërkosh falje publikisht të gjithë punonjësve të pranishëm për humbjen e kohës së kompanisë. Ardiani tundi kokën me qetësi. Pranoi të gjitha kushtet. Ai hapi derën e helikopterit dhe u ngjit në kabinë me një shkathësi që befasoi edhe vetë Valbonën. Brenda avionit, Ardiani ndjeu një familiaritet ngushëllues. Kishte mësuar të pilotonte helikopter kur ishte i ri, kur punonte në një kompani turizmi ekologjik në Alpet shqiptare, shumë kohë përpara se të themelonte kompaninë e tij. Gjatë viteve, ai e kishte mbajtur të përditësuar licencën e tij të pilotit, duke fluturuar rregullisht në fundjavë dhe pushime. Gishtat e tij kaluan mbi kontrollet me saktësi automatike. Kontrolloi instrumentet e navigimit, testoi pedalet, rregulloi pasqyrat. Çdo lëvizje ekzekutoi me besimin e dikujt që kishte më shumë se 15 vjet përvojë në aviacion. Poshtë, turma vëzhgonte në heshtje. Disa punonjës më të rinj filmonin diskretisht me celularet e tyre, të tjerë thjesht dëshmonin atë që premtonte të ishte një moment historik në kompani. Fiona Leka, menaxherja e marketingut, bisedonte nervozisht me 2 asistente. Kastriot Meta kontrollonte orën e tij vazhdimisht, sikur të priste që dikush nga administrata e lartë të shfaqej për të ndërprerë atë situatë të pazakonshme. Ardiani aktivizoi sistemin e ndezjes. Motori i Bell 407 u gjallërua me një zhurmë të butë dhe familjare. Helikat filluan të rrotulloheshin ngadalë, duke fituar shpejtësi në mënyrë progresive. Tingulli karakteristik i helikopterit në funksionim mbushi heliportin dhe disa punonjës instinktivisht bën një hap prapa. Valbona Berisha ndjeu shkëndijën e parë të dyshimit. Ajo kishte pritur që Ardiani të belbëzonte ndonjë justifikim, të pretendonte probleme shëndetësore ose thjesht të pranonte paftësinë e tij. Por ja ku ishte ai, duke operuar atë makinë komplekse sikur të ishte një pilot profesionist. Ardiani kontrolloi të gjitha sistemet për herë të fundit. Presioni i vajit, temperatura e motorit, instrumentet e navigimit, karburanti. Gjithçka në rregull. Ai shikoi përmes dritares së kabinës dhe i bëri një shenjë diskrete turmës, një gjest i thjeshtë që u interpretua në mënyra të ndryshme nga çdo spektator. Për disa, dukej si një lamtumir. Për të tjerët, një përshëndetje plot besim. Ngadalë, helikopteri filloi të ngrihej. Rrotat e uljes u shkëputën nga platforma me butësi dhe avioni fitoi lartësi në mënyrë të kontrolluar dhe të saktë. Ardiani e mbante Bell 407 të qëndrueshëm në ajër, duke demonstruar një zotërim teknik që i bëri vëzhguesit të mbanin frymën. Valbona Berisha ishte e zbedhë. Sytë e saj ndiqnin çdo lëvizje të avionit ndërsa truri i saj përpiqej të përpunonte atë që po dëshmonte. Ai burr që ajo e kishte trajtuar si një qenie inferiore, që e kishte poshtëruar publikisht pak minuta më parë, po pilotonte një helikopter me mjeshtëri profesionale. Ardiani e çoi avionin në një fluturim të butë rreth ndërtesës. Fluturoi mbi bulevardin dëshmorët e kombit, duke ofruar pasagjerëve të ndërtesave të tjera spektaklin e pazakontë të një helikopteri korporativ që pilotoi me saktësi kirurgjikale. Ekzekutoi një kthes të gjerë dhe të kontrolluar, duke demonstruar një uri të avancuara të navigimit ajror urban. Gjatë 8 minutave të fluturimit, heliporti mbeti në heshtje absolute. Punonjësit që ishin mbledhur për të dëshmuar një poshtërim po dëshmonin diçka krejtësisht të ndryshme. Ishte si të shihej një zbulim në lëvizje të ngadaltë, çdo sekond shkatëronte paragjykime dhe siguri që dukeshin të palkundura pak çaste më parë. Ardiani u kthye në ndërtesë duke ekzekutuar një afrim perfekt. Uli shpejtësinë gradualisht, rregulloi lartësinë me saktësi milimetrike dhe uli Bell 407 pikërisht në të njëjtin vend ku ishte ngritur. Rrotat e uljes prekën platformën me një butësi që demonstronte vite përvoje dhe zotërim teknik absolut. Ndërsa fikte sistemet e avionit, Ardiani mori frym thellë. Pjesa më e lehtë kishte mbaruar. Tani vinte sfida e vërtetë, të zbulonte identitetin e tij dhe të përballej me pasojat e 6 muajve vëzhgimi të heshtur.
Ai zbriti nga helikopteri në nënvështrimin e habitur të 10 njerëzve. Heshtja ishte aq e plotë sa mund të dëgjojë zhurma e helikave që uleshin gradualisht derisa ndaluan. Ardiani eci drejt Valbona Berishës, e cila qëndronte e palvizur si një statuj, fytyra e saj shfaqte një zbeje që binte në kontrast dramatik me besimin e saj të zakonshëm arrogant. Fluturimi u përfundua, doktoresh, tha Ardiani, zëri i tij preu heshtjen si një te. Besoj se I përmbusha të gjitha kushtet e vendosura. Valbona e shikonte sikur të shihte një fantazmë. Mendja e saj përpiqej dëshpërimisht të gjente një shpjegim racional për atë që sapo kishte dëshmuar. Ndoshta Ardiani kishte përvojë ushtarake. Ndoshta ishte një hobi I shtrenjtë që e mbante sekret. Ndoshta kishte punuar më parë në aviacion. Si mësove të pilotosh, arriti të belbëzonte ajo, më në fund. Ardiani buzëqeshi, por nuk ishte një buzëqeshje fitoreje apo hakmarrjeje. Ishte buzëqeshja e trishtuar e dikujt që kishte zbuluar të vërteta të dhimbshme për diçka që e donte thellësisht. Kjo është një histori e gjatë, doktoresh Valbona. Një histori që filloi 25 vjet më parë, kur një sipërmarrës I ri kishte ëndrrën të krijonte një kompani të bazuar në respekt, dinjitet dhe vlerësim njerëzor. Ai bëri një pauzë, duke vëzhguar fytyrat përreth. Punonjes që I kishte njohur në 6 muajt e fundit, njerëz historik personale të cilëve I njihte, vështirësitë e të cilëve I kishte dëshmuar, ëndrat dhe frikërat e të cilëve I kishte dëgjuar gjatë bisedave jo formale në korridore dhe ashensor. Emri im është Ardian Gashi dhe unë jam themeluesi dhe pronari mazhoritar I Berisha Partnerët. Ndikimi I fjalëve ishte fizik. Disa punonjes bën hapa prapa, të tjerë mbuluan gojen me duar nga habia. Marina Gjoni hapi sytë e mëdhenj dhe përshpëriti diçka të padëgjueshme. Kastriot Meta u zbe, duke kuptuar menjëherë implikimet e asaj që sapo kishte dëgjuar. Valbona Berisha mbeti në heshtje për disa sekonda të gjata, sikur truri I saj refuzonte të përpunonte informacionin. Kur më në fund foli, zëri I saj doli si një përshpërim e ngjirur. Kjo është e pamundur. Ardian Gashi jeton në Itali. Ai u largua nga kompania 5 vjet më parë. Unë kur nuk e kam parë personalisht, por e di se ai gjetën në Itali? Po, kam një shtëpi në Itali ku kaloj disa muaj në vit duke u kujdesur për bizneset të tjera, e ndërpreu Ardiani. Por në 6 muajt e fundit, kam qenë pikërisht këtu, në katin e 23 të kësaj kompanie që e ndërtova nga e para. Ai filloi të ecte ngadalë nëpër platformë, duke kaluar pranë grupeve të punonjësve që e vëzhgonin në shok absolut. Disa përpiqeshin të pajtonin imazhin e punonjësit të sjellshëm të mirëmbajtjes me figurën legjendare të themeluesit të kompanisë. Gjatë këtyre 6 muajve, kam punuar si Ardiani I mirëmbajtjes. Kam rregulluar kondicioner, kam ndëruar llamba, kam zhbllokuar dyrë, kam dëgjuar histori, kam njohur njerëz. Dhe zbulova se kompania që themelova me kaq shumë dashuri ishte shndërruar në diçka të panjohur. Ardiani ndaloi para Kastriot Metës, I cili shmangte vështrimin e tij. Kastriot, sa denoncime për ngacmim moral kanë ardhur në departamentin tënd vitin e fundit? Kastrioti gëlltiti pështymën. Zoti Ardian, unë janë raste të izoluara probleme për shtatjeje. 47, e ndërpreu Ardiani. 47 denoncime formale për ngacmim moral. E di sepse kam akses në të gjitha raportet konfidenciale të burimeve njerëzore. Dhe e dini sa prej tyre rezultuan në masa efektive? 0. Një murmurim indinjate përshkoi punonjësit e pranishëm. Ardiani vazhdoi ecjen e tij, tani duke ju drejtuar Robert Davis. Robert, cila ishte shkalla jonë e qarkullimit të punonjësve vitin e fundit? Zoti Ardian, këto janë informacione konfidenciale. 38%. Më e larta në historinë e kompanisë. Njerëz të talentuar, të përkushtuar, që largohen nga kompania jo për mundësi më të mira, por sepse nuk mund të durojnë më një mjedis pune toksik. Ardiani më në fund ndaloi para Valbona Berishës, e cila qëndronte e palvizur, fytyra e saj shfaqte një zbeje kufomash. Ai e vëzhgoi për disa sekonda të gjata para se të fliste, zëri I tij I ngarkuar me një trishtim të thellë. Dhe ti, Valbona. Ti që 5 minuta më parë ishe e gatshme të martoheshe me mua nëse do të arrija të pilotoja helikopterin, tha ai, një ton ironik ngjyrosi fjalët e tij. A e di sa punonjës kanë kërkuar transferim sektori specifikisht për të mos punuar në mbikëqyrjen tënde? 16.
Në 6 muaj. Valbona u përpoq të fliste, por fjalët refuzonin të dilnin. Ardiani vazhdoi, toni I tij u bë më I fortë. A e di sa raporte mjekësore për sindromën e djegjes, ankthin dhe depresionin janë paraqitur nga punonësit e departamentit tënd? 9 njerëz që arritën në kufirin e raskapitjes emocionale për shkak të mjedisit të terrorit që ti krijove. Heshtja në heliport ishte shurdhuese. Punonësit që kishin dëshmuar ose përjetuar situata të ngjashme ndjenin një përzierje lehtësimi dhe drejtësie. Më në fund, dikush po I vinte emër dhe numra vuajtjes që kishin përjetuar në heshtje. Ardiani u kthye për të parë të gjithë të pranishmin. Qëndrimi I tij kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte më punonësi I përulur I mirëmbajtjes, por lideri që e kishte ndërtuar atë kompani me duart e veta. Për 6 muaj, përdora këtë maskim sepse doja të kuptoja se ku kisha dështuar si themelues. Doja të dija se si një kompani që e krijova bazuar në vlera njerëzore ishte bërë një vend ku njerëzit kishin frikë të shkonin në punë. Ai bëri një pauzë, duke vëzhguar çdo fytyrë në turm. Dhe tani e di. Duke filluar nga nesër, shumë gjëra do të ndryshojnë në këtë kompani. Duke filluar me një auditim të plotë të gjitha departamenteve dhe një reformim total të kulturës son organizative. Ardiani shikoi edhe një herë Valbonën, e cila qëndronte në gjendje shoku. Sa për martesën tonë simbolike, doktoresh Valbona besoi se disa biseda të rëndësishme duhet të ndodhin para çdo festimi. Me këto fjalë, Ardiani u drejtua për në ashensor, duke lënë pas një heliport plot me njerëz që përpunonin zbulimin më tronditës në historinë e asaj kompanie. Salla e mbledhjeve në katin e 25 nuk kishte dëshmuar kur një atmosferë kaq të ngarkuar me tension sa atë pasdite marsi. Ardian Gashi, tani I njohur nga të gjithë si pronari I vërtet I Berisha partnerët, kishte thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme me të gjithë drejtorët, menaxherët dhe shefat e departamenteve të kompanisë. Ishte ora 3:30 e pasdites kur njerëzit e fundit hynë në sallën panoramike. Valbona Berisha zinte një karrige në fund, fytyra e saj ende shfaqte zbejen e dikujt që kishte pësuar shokun më të madh të jetës së saj profesionale. Robert Deda shfletonte nervozisht disa letra, ndërsa Kastriot Meta kontrollonte celularin e tij vazhdimisht, sikur të priste ndonjë mesazh shpëtimtar. Ardiani hyri në sallë I veshur me të njëjtën uniform blu të errët të mirëmbajtjes. Vendimi për të mbajtur rrobat e punës nuk ishte I rastësishëm. Ishte një kujtesë vizuale e fuqishme se, për 6 muaj, ai kishte ecur nëpër të njëjtat korridore si punonësit e tij, kishte përjetuar të njëjtin realitet, kishte dëshmuar të njëjtat abuzime. Mirëdita të gjithëve, tha Ardiani, zëri I tij jehoi nëpër sallën e heshtur. Imagjinoj se disa prej jush ende po përpunojnë zbulimet e këtij mëngjesi. Mund ta kuptoj shokun, por nuk mund të pranoj që ai të përdoret si justifikim për atë që do të paraqes tani. Ai ndezi projektorin dhe imazhi I parë u shfaq në mur, një grafik I detajuar që tregonte evolucionin e denoncimeve të ngacmimit moral në kompani në 3 vitet e fundit. Kurba rrit se ishte alarmante, duke kaluar nga 5 raste vjetore në 47 në periudhën e fundit. Këto nuk janë vetëm statistika, vazhdoi Ardiani, duke treguar grafikun. Çdo numër përfaqëson një person real, me familje, ëndra, frikëra dhe nevoja. Anila Malaj, për shembull, analiste financiare 26 vjeçare, nën e një vajze 4 vjeçare, zhvilloi sindromën e panikut pasi u poshtërua publikisht sepse kishte vënë në dyshim një strategji të papërshtatshme gjatë një mbledhjeje. Valbona lëvizi e parehatshme në karrige. Ajo e mbante mend në mënyrë perfekte episodin. Anila kishte guxuar të sugjeronte një qasje të ndryshme për një klient të vështirë dhe Valbona e kishte tallur para gjithë ekipit, duke I thënë se praktikantët nuk japin opinione, vetëm ekzekutojnë urdhra. Marko Dode, koordinator shitjesh, 41 vjeç, baba I 2 fëmijëve adoleshent, Ardiani ndryshoi slajdin, duke treguar tani të dhëna specifike mbi lejet mjekësore. 3 muaj largim nga puna për ankth të rënd pasi ju nënshtrua presioneve abuzive dhe kërcënimeve të vazhdueshme me pushim nga puna për mosarritjen e objektivave jo realiste. Robert Deda po djersitej. Ai kishte qenë përgjegjës për vendosjen e objektivave që përmendi Ardiani, duke e ditur fare mirë se ishin të pamundura për t'u arritur, por duke ju dorëzuar presionit të Valbonës për rezultate gjithnjë më agresive. Fiona Luzi, asistente administrative, 53 vjeç, vazhdoi Ardiani, zëri I tij fitoi një ton më të rëndë.
22 vjet në kompani, punonjëse shembullore, zhvilloi depresion të rënd pasi u mos respektua vazhdimisht dhe kompetencat e saj u vunë në dyshim publikisht nga mbikëqyrës që mund të ishin fëmijët e saj. Heshtja në sallë ishte therse. Ardiani kaloi në slajdin tjetër, të dhëna financiare që tregonin ndikimin e drejtpërdrejtë të mjedisit toksik në rezultatet e kompanisë. A mendoni se gjithë kjo mizori të paktën solli përfitime financiare? Pyeti Ardiani, zëri i tij i ngarkuar me ironi të hidhur. Produktiviteti ynë ra me 16% vitin e fundit. Koha mesatare për përfundimin e projekteve u rrit me 23%. Kënaqësia e klientëve u ul me 12%. Kastriot Meta u përpoq të fliste. Zoti Ardian, këto shifra mund të kenë disa shkaqe. Tregu është më konkurrues, kemi pasur sfida ekonomike. Kastriot e ndërpreu Ardiani me vendosmëri, në 6 muajt e fundit, unë kam punuar krah për krah me punonjësit tanë. Kam dëgjuar historitë e tyre, kam dëshmuar vuajtjet e tyre, kam parë se si frika paralizon kreativitetin dhe iniciativën. Mos më vjen me justifikime ekonomike kur shkaku është pikërisht këtu, në këtë sallë. Ardiani klikoi përsëri telekomandën. Ekrani tani shfaqte audio të transkriptuara të bisedave që ai kishte regjistruar diskretisht gjatë hetimit të tij. Ishte e lishme, pasi si pronar i kompanisë, kishte të drejtë të monitoronte aktivitetet e brendshme. Nëse nuk mund të punosh nën presion, mund të kërkosh një punë tjetër. Këtu nuk është çerdhe për punonjës të ndjeshëm, lexoi Ardiani me zë të lartë. Këto ishin fjalët tuaja, Valbona, drejtuar Sandra Nikës, recepcioniste son, kur ajo kërkoi 2 ditë pushim për t'u kujdesur për nënën e saj që ishte shtruar në spital. Valbona hapi gojen për t'u mbrojtur, por Ardiani vazhdoi. Problemet personale mbeten te dera e kompanisë. Këtu brenda, ti paguhesh për të prodhuar, jo për të qarë, lexoi ai një tjetër transkriptim. Thën Julian Elliot kur ai komunikoi se do t'i duhej të dilte më herët për 3 ditë për të shoqëruar gruan e tij në ekzaminime onkologjike. Me çdo citim, sikleti në sallë rritej. Menaxher të tjerë njihnin fjalët e tyre ose situata të ngjashme që i kishin dëshmuar ose protagonizuar. Ardiani fiku projektorin dhe eci drejt dritares, duke soditur pamjen e bulevardit Dëshmorët e Kombit. Poshtë, mira njerëz ecnin nëpër rrugë, secili me betejat, ëndrat dhe dinjitetin e vet njerëz si ata që punonin në kompaninë e tij dhe që ishin reduktuar në numra në fletët e produktivitetit. Kur e themelova këtë kompani në vitin 2001, tha Ardiani, pa u kthyer për të parë grupin, punonjësi im i parë ishte Anton Prenga, një zotëri 60 vjeçar që sapo kishte humbur punën në një fabrikë që u mbyll. E punësova si korrier, por gjithmonë e kam trajtuar si partner. Ardiani u kthye, sytë e tij shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Antoni punoi këtu për 15 vjet. E pa kompaninë të rritej nga 3 punonjës në më shumë se 400. Kur doli në pension, më tha një frazë që nuk e kam harruar kur, Doktor Ardian, këtu unë kur nuk jam trajtuar si një numër. Gjithmonë jam trajtuar si njeri, ai bëri një pauzë, duke vëzhguar çdo fytyrë në sallë. E dini ku është Antoni tani? Ai ndëroi jetë vitin e kaluar nga kanceri. Dhe e dini cila ishte një nga gjërat e fundit që më tha kur e vizitova në spital? Se ishte i trishtuar sepse kompania që ai ndihmoi të ndërtohej nuk ishte më një vend ku njerëzit trajtoheshin si njerëz. Emocioni në zërin e Ardianit ishte i prekshëm. Fiona Leka, menaxherja e marketingut, fshiu diskretisht një lodh. Edhe disa nga drejtuesit më të kalitur dukeshin të prekur nga historia. Pra, duke filluar nga tani, Ardiani rifilloi tonin profesional, por duke ruajtur qëndrueshmërinë emocionale, disa ndryshime themelore do të ndodhin në këtë kompani. Ai u kthye te projektori dhe shfaqi një slajd me masa specifike. Së pari, krijimi i menjëhershëm i një komiteti etik të pavarur, me punonjës të zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë kolegët e tyre. Ky komitet do të ketë fuqi reale për të hetuar denoncimet dhe për të aplikuar sanksione. Kastriot Meta foli përsëri. Zoti Ardian, kjo mund të krijojë paqëndrueshmëri në strukturën hierarkike. Kastriot e ndërpreu Ardiani me një vështrim depërtues, ti je i pezulluar nga funksionet e tua duke filluar nga tani. Neglizhenca jote në lidhje me denoncimet e ngacmimit kontribuoi drejt për drejt në vuajtjet e 10 punonjësve. Një heshtje shokuese pushtoi sallën. Kastrioti u zbe, por Ardiani vazhdoi, i pamëshirshëm.
Së dyti, implementimi i një kanali anonim denoncimesh i menaxhuar nga një kompani e jashtme e specializuar në burime njerëzore. Asnjë denoncim nuk do të injorohet ose arkivohet. Ardiani kaloi në pikën tjetër. Së treti, auditim retroaktiv i të gjitha rasteve të ngacmimit moral të 3 viteve të fundit. Punonisit që kanë pësuar abuzime do të marrin dëmshpërblime dhe, nëse dëshirojnë, mbështetje psikologjike të financuar nga kompania. Valbona më në fund gjeti guximin për të folur. Ardian, zoti Ardian, unë e kuptoj shqetësimin tuaj, por ndoshta ju nuk i kuptoni presionet e tregut aktual. Rezultatet që kemi arritur. Valbona, e ndërpreu Ardiani, duke ecur në drejtim të saj, rezultatet e tua u arritën përmes terrorit dhe poshtërimit. Kjo nuk është leadership, është tirani. Ai ndaloi para saj, vështrimi i tij i fortë dhe i vendosur. Ti je e pezulluar për një kohë të pacaktuar. Një komision i jashtëm do të hetojë të gjitha denoncimet lidhur me menaxhimin tënd. Në varësi të rezultateve, mund të merren masa ligjore. Valbona u ngrit nga karrigia, fytyra e saj tani shfaqte indinjat për te i shokut. Nuk mund ta bësh këtë. Unë kam sjell rezultatet më të mira financiare në historinë e kompanisë. Departamenti im. Departamenti yt, e ndërpreu Ardiani, kishte 9 punonjës të larguar për probleme psikologjike në 6 muaj. 16 kërkesa për transferim. 3 tentativa vetvrasjeje që fatmirësisht nuk u konsumuan. Informacioni i fundit e goditi Valbonën si një grusht. Ajo nuk dinte për tentativat e vetvrasjes. Ardiani vazhdoi, zëri i tij tani i ngarkuar me një trishtim të thellë. Njëra prej tyre ishte Marina Gjoni, praktikantja jonë e re. 22 vjeç, e diplomuar në administrim, duke ëndërruar për një karrierë premtuese. Pasi u poshtërua publikisht nga ju në 3 raste të ndryshme, ajo arriti në pikën ku mendoi të jepte fund jetës së saj. Valbona u la të binte në karrige, pesha e zbulimit e goditi me forcë të plotë. Robert Deda dhe drejtuesit e tjerë vëzhgonin skenën në heshtje absolute, duke filluar të kuptonin dimensionin e vërtet të asaj që kishte ndodhur në kompani. Fatmirësisht, vazhdoi Ardiani, Marina kërkoi ndihmë në kohë. Ajo është mirë tani, duke marrë mbështetje psikologjike. Dhe do të promovohet në analiste seniore javën e ardhshme, me pagë që i korespondon kompetencës dhe përkushtimit të saj. Ardiani u kthye në pjesën e përparme të sallës. Pika e 4 e ndryshimeve, implementimi i menjëhershëm i një programi zhvillimi njerëzor për të gjitha udhëheqjet. Menaxherët që nuk tregojnë aftësi për të trajtuar punonisit me dinitet do të ulen në detyrë ose do të pushohen nga puna. Fiona Leka ngriti dorën me drojë. Zoti Ardian, mund të bëj një pyetje? Sigurisht, Fiona. Si arritët të punonit i maskuar për kaq shumë kohë? Nuk ishte e dhimbshme të dëshmonit gjithë këtë që ndodhte? Ardiani buzëqeshi me trishtim. Ishte përvoja më e dhimbshme e jetës sime profesionale, Fiona. Por edhe më e nevojshmja. Për vite me radhë, unë merrja raporte që pikturonin një tablo krejtësisht të ndryshme nga realiteti. Grafika të bukura, numra pozitiv, tregues kënaqësie që nuk pasqyronin të vërtetën. Ai bëri një pauzë, sytë e tij përshkuan çdo person të pranishëm. Vetëm duke qenë atje poshtë, duke biseduar me njerëzit në korridore, në ashensor, në mens, zbulova se çfarë po ndodhte vërtet. Punonisit kishin frikë të thoshin të vërtetën sepse e dinin se do të përdorej kundër tyre. Ardiani rifilloi prezantimin e ndryshimeve. Pika e 5. Krijimi i një fondi të veçantë për njohjen dhe zhvillimin e punonjësve. Do të investojmë në arsimin e vazhdueshëm, kurse specializimi dhe programe të rritjes së brendshme. Robert Deda foli nervozisht. Zoti Ardian, kjo do të përfaqësojë një investim të konsiderueshëm. Ndoshta do të ishte e mençur ta implementonim gradualisht. Robert, Ardiani e shikoi me vendosmëri, për vite me radhë ju keni investuar në helikopter, makina luksoze, udhëtime ndërkombëtare dhe bonuse milionëshe për drejtuesit. Tani do të investojmë në atë që vërtet ka rëndësi, te njerëzit që e bëjnë këtë kompani të funksionojë. Ardiani klikoi në slajdin e fundit, një foto e ekipit origjinal të kompanisë nga viti 2001. 5 njerëz të buzëqeshur në një zyrë të vogël në qendër të Tiranës. Shikojeni këtë foto, tha ai, zëri i tij i dridhej nga emocioni. Anton Prenga, që e përmenda më parë. Luiza Gashi, kontabilistja jonë e parë, që ende punon këtu dhe është një nga njerëzit më të ndershëm që njoh.
Pjetër Gjoni, që filloi si asistent dhe sot është drejtori ynë i operacioneve. Carmen Doci, që filloi si recepcioniste dhe u bë koordinatore e shërbimit ndaj klientit. Ardiani u kthye nga grupi, sytë e tij shkëlqenin nga vendosmëria e ri për të rirë. Këta njerëz e ndërtuan këtë kompani bazuar në respekt të ndërsjellë, bashkëpunim dhe dinjitet njerëzor. Në një moment, ne i humbëm këto vlera. Por do t'i rifitojmë. Ai fiku projektorin dhe u drejtua nga dera. Mbledhja ka përfunduar. Ndryshimet fillojnë nesër. Kush nuk përshtatet me mjedisin e ri të bazuar në respekt dhe dinjitet njerëzor do të ftohet të kërkojë sfida të tjera profesionale. Para se të dilte, Ardiani u kthye për herë të fundit nga grupi. Ah, dhe Valbona, tha ai, duke e parë drejt për drejt, për martesën tonë simbolike besoj se ti duhet së pari të mësosh se çfarë do të thotë të trajtosh njerëzit me respekt para se të konsiderojmë çdo lloj bashkimi, qoftë edhe simbolik. Me këto fjalë, Ardiani la sallën, duke lënë pas një grup drejtuesish që më në fund filluan të kuptonin madhësinë e ndryshimeve që do të vinin. 3 javë kishin kaluar që nga zbulimi që ndryshoi përgjithmonë historinë e Berisha partnerët. Ndërtesa në bulevardin dëshmorët e kombit duke e njeh nga jashtë, por kushto që hynte në katet e kompanisë do të vinte re menjëherë se diçka themelore ishte transformuar. Ishte një mëngjes me diell prilli kur Ardian Gashi ecte nëpër korridoret e katit të 23, tani i veshur me një kostum të thjeshtë, por ende duke ruajtur afërsinë e tij karakteristike me të gjithë punonjësit. Ajo që e impresiononte më shumë nuk ishin vetëm ndryshimet strukturore që kishte implementuar, por transformimi në mjedisin njerëzor të kompanisë. Shenja e parë e ndryshimit ishte e dukshme në fytyrat e njerëzve. Punonjësit që më parë ecnin nëpër korridore me shprehje të tensionuara dhe vështrime të ulura, tani bisedonin natyrshëm, buzëqeshnin me njëri tjetrin dhe kishte një lehtësi në ajër që Ardiani nuk e ndjente prej vitesh. Marina Gjoni, e reja që pothuajse kishte arritur në kufirin ekstrem të dëshpërimit, tani zinte tryezën e saj të re si analiste seniore. Sytë e saj shkëlqenin përsëri me pasionin për karrierën që pothuajse e kishte humbur. Kur pa Ardianin të kalonte, ajo u ngrit dhe ju afrua. Mirëmëngjes, zoti Ardian, tha ajo, zëri i saj i ngarkuar me mirënjohje të sinqertë. Doja t'ju falenderoja edhe një herë për mundësinë. Kur nuk e imagjinoja se... Ardiani buzëqeshi ngrohtësisht. Marina, ti e meriton këtë promovim dhe shumë më tepër. Talenti yt ka qenë gjithmonë aty, vetëm se kishte nevojë për një mjedis ku të mund të lulëzonte. Ai vazhdoi ecjen e tij të mëngjesit, duke vëzhguar transformimet që shumoheshin në të gjitha cepat. Në departamentin financiar, Anila Mala i punonte me besim të ri për të rirë në një projekt ristrukturimi procesesh, idetë e saj tani dëgjoheshin dhe vlerësoheshin nga udhëheqja e re. Mark Doda ishte kthyer nga leja mjekësore javën e kaluar dhe Ardiani mund të shihte se burri ishte dukshëm më i qetë, duke punuar me një ritëm të qëndrueshëm me objektiva realiste. Transformimi më i madh, megjithatë, ishte në departamentin e burimeve njerëzore. Luiza Gashi, kontabilistja që kishte punuar me Ardianin që nga ditët e para të kompanisë, ishte promovuar në drejtoresh të burimeve njerëzore. Në moshën 54 vjeçare, Luiza solli në këtë pozicion dekada përvoje dhe, më e rëndësishmja, vlerat njerëzore që kompania i kishte humbur gjatë rrugës. Ardiani trokiti në derën e zyrës së saj, e cila tani funksiononte me politikën e dyrëve të hapura që ai kishte themeluar. Mirëmëngjes, Luiza, tha ai, duke hyrë në ambientin që më parë komandohej nga Kastriot Meta. Si po shkojnë implementimet e programit të ri? Luiza ngriti syt nga raportet që analizonte, fytyra e saj shfaqte një buzëqeshje të sinqertë. Ardian, shifrat janë mbresëlënëse. Në 3 javët e fundit, kemi marrë vetëm 2 denoncime përmes kanalit anonim dhe të dyja u zgjidhen menjëherë përmes bisedave konstruktive. Ajo tregoi një flet të detajuar. Krahasoje me 15 denoncimet që merrnin mujore para ndryshimeve. Dhe shiko këtë, sondazhi ynë javor i klimës organizative tregon se 87% e punonjësve ndihen më të motivuar për të punuar. Ardiani ndjeu një emocion të thellë kur pa shifrat. Nuk ishin vetëm statistika, por konfirmimi se jetët njerëzore po transformoheshin pozitivisht. Po kërkesat për transferim të brendshëm, pyeti ai. Kanë rënë në zero, u përgjigj Luiza me kënaqësi. Në fakt, kemi pasur 5 njerëz nga kompani të tjera që kanë kërkuar transferim për të punuar me ne. Lajmet për transformimin ton janë përhapur në treg. Ardiani tundi kokën me miratim.
Po Valbona. Si po shkon hetimi? Fytyra e Luizës u bë më serioze. Komisioni i jashtëm përfundoi raportin të premten e kaluar. Janë 43 raste të dokumentuara të ngacmimit moral të drejtpërdrejt, përveç kontributit në një mjedis pune toksik që ka prekur indirekt më shumë se 70 punonjës. Ardiani pshertiu thellë. Edhe pse e dinte se ky përfundim ishte i pashmangshëm, ende ndjente një therje trishtimi. Valbona ishte e talentuar në aspekte teknike, por kishte lejuar që pushteti të korruptonte njerëzoren e saj. A pranon të marrë pjesë në programin e rehabilitimit që i ofruam? Pyeti Ardiani. Refuzoi, u përgjigj Luiza. Në fakt, ajo pranoi një propozim nga një kompani konkurrente. Me sa mora vesh, do të rifilloj si menaxhere rajonale. Ardiani reflektoi mbi këtë. Pjesërisht, ndjente lehtësim. Valbona duhet i mësonte mësimet e saj larg kompanisë, në një mjedis ku mund të rindërtonte qasjen e saj profesionale pa mbajtur peshën e vendimeve të kaluara. Po Robert u dite? Ky është një rast interesant, tha Luiza, duke shfletuar dokumente të tjera. Roberti kërkoi të merrte pjesë në programin e zhvillimit të leadershipit të humanizuar. Ai pranoi publikisht gabimet e tij dhe po tregon ndryshime të sinqerta. Ardiani buzëqeshi. Roberti kishte qenë gjithmonë një person teknikisht kompetent, vetëm se kishte humbur rrugën në mjedisin toksik që ishte bërë kompania. Njerëz si ai meritonin një shans të dytë. Pasi bisedoi me Luizën për disa minuta të tjera, Ardiani u nis për në auditorin e kompanisë. Sot ishte dita kur kishte thirrur një mbledhje të përgjithshme me të gjithë punonjësit. Jo një mbledhje për të kërkuar llogari apo për të prezantuar rezultate, por një moment reflektimi kolektiv mbi udhëtimin e transformimit që po përjetonin së bashku. Kur arriti në auditor, Ardiani u emocionua nga ajo që pa. Pothuajse 400 punonjës zinin vendet, por ambienti ishte krejtësisht i ndryshëm nga mbledhjet e tensionuara të së kaluarës. Kishte biseda të gjalla, të qeshura të sinqerta, njerëz nga sektor të ndryshëm që ndërvepronin natyrshëm. Pieter Gjoni, drejtori i operacioneve që ishte rritur në kompani që nga ditët e para, ju afrua Ardianit prapa skenave. Ardian, tha ai, duke i vënë dorën në shpatull mikut të tij, në 24 vjet që punoj këtu, kur nuk e kam parë stafin kaq të entuziazmuar për një mbledhje të përgjithshme. Ardiani buzëqeshi, duke vëzhguar lëvizjen në auditor. Pieter, a të kujtohet si ishin mbledhjet tona në fillim? Kur ishim vetëm 5 veta në atë zyrën e vogël në qendër? Sigurisht që më kujtohet, u përgjigj Pietri, sytë e tij shkëlqenin nga nostalgjia. Bisedonim për gjithçka, planifikonim së bashku, secili njihte ëndrat e tjetrit. Pikërisht, tha Ardiani. Ndërsa kompania u rrit, ne e humbëm atë intimitet njerëzor. Sot, dua të përpiqem të rifitoj pak nga kjo. Ardiani u ngjit në skenë në duartrokitje të ngrohta. Nuk ishin duartrokitje protokollare apo të detyruara, por manifestime të sinqerta dashurie dhe respekti. Ai vëzhgoi audiencën për disa sekonda të gjata, duke njohur fytyra familjare, njerëz historitë e të cilëve tani i njihte nga afër. Mirëdita të gjithëve, tha Ardiani, zëri i tij jehoi nëpër auditor. Para se të filloj, dua të kërkoj falje. Një heshtje respektuese pushtoi ambientin. Ardiani vazhdoi, zëri i tij i ngarkuar me emocion të sinqertë. Kërkoj falje që jam larguar shumë nga realiteti juaj. Që kam besuar vetëm të raportet dhe numrat, duke humbur kontaktin me atë që vërtet ka rëndësi, njerëzit që e bëjnë këtë kompani të ekzistojë. Ai bëri një pauzë, duke vëzhguar fytyrat e vëmendshme në audiencë. Në 6 muajt e fundit, i maskuar si punonjës mirëmbajtjeje, mësova më shumë për kompaninë tonë se në të gjitha vitet e mëparshme. Mësova se suksesi financiar pa dinjitet njerëzor është një iluzion që gjithmonë shembet. Ardiani filloi të ecte nëpër skenë, duke mbajtur kontakt vizual me sektor të ndryshëm të audiencës. Zbulova se kishim punonjës që qanin në tualete sepse po shtëroheshin publikisht. Zbulova se njerëz të talentuar po e braktisnin kompaninë jo për mundësi më të mira, por sepse nuk mund të duronin më një mjedis terrori. Disa njerëz në audiencë fshin diskretisht lotët. Ardiani mund të shihte se fjalët e tij preknin thellë përvojat personale të shumë të pranishmëve. Por zbulova edhe diçka të mrekullueshme, vazhdoi ai, toni i tij u bë më shpresëdhënës. Zbulova se ju kur nuk e humbët njerëzoren tuaj, aftësinë tuaj për të kujdesur për njëri tjetrin, për kushtimin tuaj ndaj punës së bërë mirë.
Zbulova se kompania e ëndrave të mia ende ekzistonte, vetëm se ishte e mbytur nga një kulturë toksike që ne lejuam të instalohej. Ardiani ndaloi në qendër të skenës duke parë të gjithë audiencën. Në 3 javët e fundit ju provuat diçka që unë e kam ditur gjithmonë, por e kisha harruar. Kur njerëzit trajtohen me dinjitet dhe respekt, ata lulëzojnë. Produktiviteti ynë u arrit me 22%. Cilësia jonë e shërbimit ndaj klientit arriti nivele rekord. Mjedisi ynë i punës u bë një vend ku njerëzit duan të jenë. Duartrokitje spontane jehuan nëpër auditor. Ardiani priti që ato të uleshin para se të vazhdonte. Sot dua të ndaj me ju një vendim të rëndësishëm që kam marrë, tha ai, zëri i tij fitoi solemnitet. Duke filluar nga tani, 15% e fitimeve vjetore të kompanisë do të destinohen për një fond të mirëqenies së punonjësve. Një murmurim habie përshkoi audiencën. Ardiani shpjegoi detajet. Ky fond do të financojë bursa studimi për fëmijët e punonjësve, programe shëndetësore parandaluese për të gjithë familjen, mbështetje psikologjike kur është e nevojshme dhe një program mikrokredie për punonjësit që duan të ndërmarrin. Duartrokitjet tani ishin shurdhuese. Njerëzit ngriheshin spontanisht duke treguar një emocion që Ardiani nuk e shihte prej vitesh në kompani. Por ka diçka edhe më të rëndësishme që dua të ndaj, tha Ardiani, duke pritur që heshtja të kthehej. Dua të tregoj një histori për një burr të quajtur Antonio. Ardiani tregoi historinë e punonjësit të parë të kompanisë, nga punësimi i tij deri te fjalët e tij të fundit në spital. Kur mbaroi, nuk kishte asnjë sy të thatë në audiencë. Antoni më mësoi se një kompani është shumë më tepër se numra në fletë. Është një komunitet njerëzish që kalojnë pjesën më të madhe të jetës së tyre së bashku, duke ndërtuar diçka më të madhe se vetë ata. Ardiani bëri përfundimin e tij, zëri i tij i dridhej nga emocioni. Ju premtoj se kurrë më nuk do ta humbas nga syt atë që vërtet ka rëndësi. Kjo kompani do të kthehet të jetë një vend ku njerëzit trajtohen si njerëz, ku talentet vlerësohen, ku dinjiteti është karburanti që bën gjithçka të funksionojë. Ai buzëqeshi duke parë fytyrat e emocionuara në audiencë. Dhe për ata që pyetën për martesën time simbolike me ish drejtoreshën Valbona, tha Ardiani, duke shkaktuar të qeshura në audiencë, kam vendosur që jam tashmë i martuar. I martuar me këtë kompani, me ju, me vlerat që na sollën deri këtu. Duartrokitjet e fundit zgjatën më shumë se 5 minuta. Ardiani zbriti nga skena dhe u përshëndet nga 10 punonjës. Përqafime, lot gëzimi, fjalë mirënjohje e përziheshin në një festë spontane rinovimi dhe shprese. Më vonë, kur lëvizja u qetësua, Ardiani u ngjiti vetëm në heliport. Bell 407 ishte parkuar në të njëjtin vend ku gjithçka kishte filluar 3 javë më parë. Por tani, ai helikopter nuk përfaqësonte më një simbol arrogance apo pushteti. Ardiani ju afrua avionit dhe preku butësisht trupin e tij metalik. Buzëqeshi kur kujtoi fjalët e Valbonës atë mëngjes transformues, nëse ai do të arrinte të pilotonte helikopterin, ajo do të martohej me të. Ironikisht, duke pilotuar atë makinë, Ardiani ishte martuar me diçka shumë më të rëndësishme, me rinovimin e vlerave të tij dhe me angazhimin për të mos e humbur kurrë nga syt dinjitetin njerëzor. Dielli filloi të perëndonte mbi Tiranë, duke ngjyrosur xhamat e ndërtesave përreth me nuanca të arta. Ardiani vëzhgoi lëvizjen e qytetit poshtë, duke menduar për të gjithë njerëzit që, si ai, kërkonin të ndërtonin diçka domethënëse në jetën e tyre profesionale. Ai nxori celularin dhe shkroi një mesazh për Luizën Gashi, cakton një mbledhje për javën e ardhshme. Dua të diskutojmë zgjerimin e modelit ton të menaxhimit të humanizuar në kompani të tjera të grupit. Para se të zbriste përsëri në zyrë, Ardiani shikoi edhe një herë helikopterin. Ajo makinë kishte qenë katalizatori për një transformim që do të ndryshonte qindra jetë. Dhe mësimi më i rëndësishëm që la ishte i thjeshtë, karburanti i vërtet që bën çdo organizatë të ngrihet në fluturim nuk është frika, as presioni, as poshtërimi. Është respekti. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresoj që historia e ardhje në Gasit dhe udhëtimi i tij i transformimit korporativ t'ju ketë prekur thellësisht zemrat. Kjo rrëfenje na kujton se në çdo mjedis pune, në çdo pozicion që mbajmë, ne gjithmonë kemi zgjedhjen për t'i trajtuar njerëzit me dinjitet dhe respekt. Ardiani zbuloi se suksesi i vërtet nuk matet vetëm me shifra financiare, por me aftësinë për të krijuar mjedise ku njerëzit mund të lulëzojnë si qenie njerëzore.
Guximi i tij për të maskuar dhe për të jetuar realitetin e punonjësve të tij na mëson se leadershipi i vërtet kërkon afërsi, empati dhe përullësi. Nëse kjo histori rezonoi me përvojën tuaj, nëse keni njohur situata të ngjashme në jetën tuaj profesionale, ose nëse thjesht u emocionuat me këtë udhëtim shpengimi dhe transformimi, unë ju ftoj të lini pëlqimin tuaj. Të abonoheni në kanalin ton dhe të ndani në komente cila pjesë e historisë ju preku më shumë. Çdo ditë, unë sjell për ju rrëfenja intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na frymëzojnë të jemi versione më të mira të vetes son. Histori që na kujtojnë se, pavarësisht nga pozicioni që mbajmë, ne gjithmonë mund të zgjedhim dinjitetin, respektin dhe dëmshurinë. Ju pres në episodin e ardhshëm, ku përsëri do të eksplorojmë kompleksitetet emocionale që e bëjnë ekzistencën tonë kaq të pasur dhe transformuese. Faleminderit që jeni pjesë e këtij udhëtimi me mua.